Mirë se ju gjej edhe kënaqësia është e imja. Nga ti kemi kërkuar që ta nisim këtë bisedë me një letër që i ke shkruar vetës. A mund na lexosh të shohim se çfarë i ke shkruar Fatmirit? Po gjithsesi, vetëm lejoni pak. Po, emocionet janë natyrshme. Zonja, kam përshtypjen është ka ju merr gjumi sot. Po ka nevojë për një duart rokitje, zotëria deri sa do me pijuj. Sa kam drejtën. Nëse nuk i jep një forcë me duart rokitje, s'kem çka i bëjmë. Zoti Resul, tham drejtën, është një letër që më ka kthyer për shumë vite mbrapa, për shumë kujtime, aq sa të mira, aq edhe vështira të kohës, por ja se besoj që kërkoj fale se do kem pak emocione, se do kthehem pak në kohë, por besoj që do ja dalim. Pa dyshim. I dashur, unë Fatmir, kanë kaluar më shumë se 30 vite që nga dita kur morë rrugën e emërgimit drejt Gjermanisë. Atë ditë, zemra më coptohej e qaja palot. Atë ditë nuk more vetëm një valigje me vete, more ëndrat, frikën, përgjithsinë dhe shpresën. Ishte një fillim i vështirë, gjuhë huaj, kulturë e re, punë të rënda, njerëz që nuk të njinin. Momente kur ndiheshe i humbër, por kur i dorëzuar. Fillove nga zero, çdo hap ishte betejë, çdo sukses ishte i fituar me ndjerës, çdo dështim ishte mësim. Ka pasur net pa gjumë, ditë me lodhje të pafundme, sakrifica që vetëm ti dhe familja jote i dini. Por ti nuk u ndale, sepse dije pse isha aty. Familja ishte forca jote, ishte arsye pse duroje më shumë, pse punoje më shumë, pse ndroje më shumë. Çdo sakrificë kishte të kuptim sepse bëje të për ta. Sot pas 3 dekadash mund të shikosh pas me krenari. Jo vetëm për arritjet materiale, por për karakterin që ndërtove, për respektin që fitove, për dinjitetin që rujte në çdo situatë, mërgimi të mësoj durimin, sfida të mësoj forcen, suksesi të mësoj përgjithësinë. Mos haro kur rënjët, mos haro sakrificën e fillimit, mos haro djalin që u nis me shpresë dhe me dëshmëri. Ai djalë sot është burr me përvojë, me histori dhe me vlerë. Dhe rruga vazhdon, sfida të reja do vinë, por tani je më i fortë se çdo pengesë, edhe ky është vetëm fillimi, me respekt për rrugën që kemi bërë unë. Je këthy 30 vjetë mbrapa dhe ke kujtu momentin e parë. E vërtet. Sot, nga këndvështrimi sotëm, ke bërë mirë? Apo do të dojet mos e mirë ja të rrugë? Resul, vërtet është një pyetje pak i vështirë, por mos më thuaj që s'ja bën vetës, mos më thuaj që se mendon kështu, si do t'ishte jeta po të mos shkoja. Edhe nga letra se lexova kuptum pak a shumë qartë, ishte një dalje apo në them ikje jashtë vullnetit tonë, jashtë vullnetit tim. Sepse në ato kohra, vitet të po flas 90-92, sidomos represioni nga regjimi i Asogoj, Miloševićit e bënte të veten. Unë atëherë isha si student dhe në asnjë mënyrë nuk kisha mundësi të pajtohesha me atë regjim dhe kështu që filluam aktivitetet tona politike me aq sa kisha mundësi dhe forcë. Edhe kështu që ne ndërkohë i ram në sy ati regjimi dhe edhe pse nuk bënim ndonjë gjë të madhe, po ashtu i ram në sy edhe ju përndiqte? Unë ngushtuar i thëjon po të drejtën, unë isha atëherë kryetari i forumit rinor për fshat, antari i Këshillit Pajtimit Gjaqeve, bashkëthemeluesi i teatrit, Ferizaj, antari i Këshillit Pajtimit Gjaqev, edhe
shumë aktivitete, po një nga sfidat më kryesore, unë si i ri, ka qenë për mu shumë primare se këti durimi tonë një ditë do i vinte fundi. Edhe kështë që me shok, si përfaqësues i rinis, unë ndija një lloj obligimin që sa da pak të nënëm disa masa që një ditë do vi koha që ndoshta edhe këti regjimi... Çfarë moshe ishe kur ike? Çfarë le mbrapa në shtëpi, në familje? Kam dhe të dita, kam arrit në Gjermani, sepse rrugëgjatja ime deri në Gjermani ka qenë ashtu dikun 2 javë, sepse na mos haqunat na tikin klandestine, por dolëm, masi isha i përdjekun, unë e dola nga Macedonia, do më thonë, kalova të kufinin në Bulgari, Rumani, mandej Çekoslovaki, tentojmë me u fut në zezë, në i thëj shumë atëherë, në Gjermani, mirë po në Austri, në zonën për fatkeq, në këtënën prap aty në Çeki, e mandej hypëm nuk djas vetë, në bërën disave. Rrugë e gjatë, e vështirë. Minë kufit Gjermanis, edhe kështë që e pa zhvedin në Gjermani. Të pyta para kësaj, të të përgjigjesh, qëfar moshe i ike, dhe kënde le në shpi, kush kishte nga familje? Dhe tëtë isha 23 vjeqara. 23 vjeç. Po, dhe tëtë ditlindin e 24 e kam pritë në Gjermani, në prill, se ditlindja ime është 28 prill, që është një nga ditlindjet ma që jetë në kujtes, larkë familjes. Si ishte fillimi në Gjermani? Po fillimi shumë i shtirë. Unë isha një fëmijo, na jemi 8 fëmi, prindëve. Unë isha i 6, po kom qenë pak si maj... I 6 nga 8 fëmi? Po, nga 8 fëmi, isha fëmijo maj dhe latum prej nanës, sidomos vetë këto aktivitetet edhe të pëndjegja 1 vjetë e gjysë, unë isha i pëndjegu, nuk të kisha mundësi të bëj asë gjumë në gjumë, blem kujtohet se nana është bo për amet, ka vdik për 2 vite, më është 90 vjeqare. Unë aktivitetet e mija nuk i nalësha, por edhe jetojsha, dhe më thonë, jetojsha në atë regionin tem, po nuk gëzojët fleja në shpis, sepse nuk di për arsye pse ashtu u vendosën ato masa, dhe të gjdo pëthuese, gjdo javë, gjdo disa ditë që vinin e më kërkanin edhe kështë që për siguri, ju pse kisha frigën nga burgu, absolutikisht jo, sepse na, unë do isha shumë krenar, si kur t'jem një nga të burgosërit politik, por në atë ko, si që dim, autonomia rrunu, edhe kështë që po u burgosje në atë regjim, të faktikisht thjesht nuk blenin asë ligjas, asë kur gjak, që thjesht nuk doja t'jem një viktim ndoshta represionit, që ndoshta do kërkuj nga unë të them edhe gjona që nuk janë. Qëfar punoje në fillim në Gjermani, me qëfar punësh me rëshe? Po me të drejtin, unë kam studiu këtu në Kosovë pedagogjin, adje vitet e para kanë qenë fështira, mirë po në pota fatin, sepse kur vendose me u largu nga Kosova, sikur ta dija se do më presin këto gjana, unë i mora gjitha dokumentacioni që kisha, baba ishe shumë herë i thiru në stacionin e policisë, ato është një benafer Ferizajt, një redime, e kanë maltetu shka këjem, ato maltetime i ka reportu edhe Këshilli për mbrojtjen e drejtave vlerive në Ferizaj, pa të shkru edhe Bujku, edhe Relindja më doke, 2 gazeta, edhe unë kom qenë kështu, kam pas prirje ta dokumentoj gjitha gjatë me letër, kështu që nuk atëherë, kur i pata prepi gazetës, nuk komendu që mund një ditë do të mhin ato në punë, po vetëm i pataru në arhiv, që i kishën shpe. E qëfar të hynë punë ato tani? Po, në momentin që unë vendose në Gjermani, e vetëmja për atë ku, që me qëndru në Gjermani, ishte që të bëja kërkesin e azil kërkusit.
se ndryshe nuk muja me o qëndru në zezë, nuk ja vlente, sepse unë isha një kohë në Zvicër, mirë po në zezë. Po m'ju ik pyetjeve. Po të pyes direkt, përgjithësisht direkt. Çfarë punoje në fillim? Cilat ishin punë që i boje në fillim? Si ishte ajo fazë? Në fillim, unë po e them po ta fatin, sepse e dokumentova Po. atë që pse ka marrë, edhe fitova azilin politik. Okej, edhe si azil politik? Si azil politik, mu më dhanë të drejtat e leje qëndrimit, e lejes punës, edhe me atë pashaport ndërkombëtar kisha mundësi të ashëtisja gjithë botën, vetëm në ish Jugoslavinë, Jo, sepse shteti gjerman nuk do garantonte, sepse unë isha i përndjekur pe ati vendi. Kështu që në vitin e parë, them drejtën, unë kam jetuar vetëm 3 muaj derisa e mora këtë përgjigjen, nuk kam dash, sepse vetë nga natyra mi tillë, nuk kam dash të jetoj nga ndihmet sociale që i marrshëm atëherë nga Gjermania, edhe në momentin e parë që më dha drejta për me punu, unë nuk kam zgjedh punë, aty një fshat ka qenë. Pastaj me çfarë u morë? Të kërkova më një herë punë, ishte një vend i punës, më të drejtën, shumë i sinqert, ishte një firmë që ndërtonin shtëpia, unë atë gjuhën gjermane nuk e disha, u orientua vetëm anglisht, ata shefi nuk e di asaj gjuhën angleze, kështu që vitin e parë kam kalu, kemi ndërtu shtëpia. Për mu, ishte vetëm ta kaloj atë kohën me shpresën se do vi një ditë shumë shpejt e të kthehem në Kosovë. Gjithë ka shpresu me u këthi. Mas një vitit tani ndryshon e vërtetë. Ndryshuar. Do të kthehemi aty, po të shohim njerë këto fotografi janë kujtime këtu, të kohës para se të shkoja, po? Po, ajo është fotografia, unë në atë kohë kam qenë kryetari forumit për fshat, njerë në kadër të forumit kemi pas edhe ansamblin, kemi pas shoqërinë dituria atëherë, kangë, valle, njerët gjithashtu... Cili jeti se s'po muj me të identifiku? Unë jam aj me blau, aty tëja vajza me shatë bardë. Po thënë, a i zotriu me mustache, ti i dyti aty? Po. Oke, pas qiftelismi njëherë? Po. Këta janë një pjesë antartë e kryesisë forumit rinor, antartë shoqatës, kemi edhe besoj që e njëni të kamermani në Zmehirullahu me mustache. Oke, po. Tani, qëfar aktivitet është banit me këtë forum këtu? Ne bënim aktivitetet... Qëfar roli kishe ti, veç u theqës apo edhe... Unë isha kryetari forumit rinor, një ashtu edhe udhëhec i shoqatës dituria. Oke, ti i menagjoje këta, nuk është se këndoja, apo... Jo, por fatë mirë të keqë, kur nuk më ditë me kënu, të vetë me më gjatë që sënë e kam bërë asë njëherë. Oke, si do qopë, ke kontribu me mbajt gjallat e rjetën kulturore që ishte shumë e rëndësishme. Një pjesë janë edhe një din gune, kemi pas edhe në kadër e shoqatë e gjithuria, kemi pas edhe trupin e dramës. Pjesa e dramës? Po. A lidhet kjo me dramën, kjo fotografia tjetër? Jo, kjo është shfaqja, unë isha në ato vite antar i kryesisë forumit rinor për Ferizaj, njëtën kohë isha edhe koordinator i seksionit për kulturë. Edhe dramaturgjia mu ka flenë shpyrt, edhe si i ri pretendojsha qenë një kohë me qenë një regjisor i mirë. A të pëlqen të regjia, dhe më thënë, ashtu e shihje vetë? Po, në kam pas andrë, sepse kur ishi që isha filmat në televizor Amerikanë, thë isha me siguri se një ditë do jem edhe unë i tilë. Deri kur e ke mendu këto? Deri kur e ke ambru? Deri sa isha adoleshent, edhe kjo lidhet me aktivitetin temë. Po masikës mande i andrat të shumë. Kjo fotografi është kemi pas në kadër sektorit për kulturë, që e menagjosha në Ferizaj, ne përveç politikës më dënim që të thënëm jetën e monotonin edhe me ndonjë shfaqje, e kështë që
këto në fshatin Kumëgllav, në fshat në Ferizaj, pa të më realizu dramën... Cili ishte roli yt apo pozicioni yt në këtë rast? Vetëm e menaxhoja apo ishte regjisor? Të drejtën, une isha u po ta përcaktu për më vojt regjin, mirë po nuk doja të shpërndoja dhe përgjithsin, sepse unë isha një në kohë koordinatori sektorit kulturës, të luja edhe në rol, se kam këtu rolin e antropologut me syze, edhe kështë që desha edhe me uzimet e këti shoku se këtu është Shkelzeni, këtu është kjo vajza Balbuna Hadri, është tash një profesoresh e nderuar sa di edhe Ministri të Arsimit dikun të punon, doja ti shpërndoja përgjithësinë, t'ja aktivizoj edhe tjerë, kështu që regjinja besonëm tash është udhëhes i teatrit në Ferizaj, Fatmir Hyseni. Kështu që une në këtë shfaqje e mure vetëm rolin e antropologit. Të them një gjë, sinqert, shfaqjen kër e kemi ba, ato kore ishin të vështira, sistemi Milosevicit, kudo ishim të përndjekun, bilën këtë shfaqje, unë edhe Shkelzeni, për mos mira të pushtetit, sepse patarë dhe shtypi, pa të shprej interes që me dha një intervist, me ba dhe për punën, me raportu për shfaqjen, kështu që ne e batëm ba me marveshje edhe me shtypin, që unë ndrova nga Fatmira Mësholli, që për mos mira të në nësy e bana në vjemnin Ramadani, edhe kë shoku Shkelzeni e bani Shkelzen Guri, kështu që e dham shfaqjen, shpëtum, u ban edhe intervista... Fatmir Ramadani. Krejtë edhe u ban Fatmir Ramadani, që kisha edhe komplimente pozitive, po edhe negative, sepse ndrove në bjemnin e kështu ashtu. Po, koha është dash me u përshtat. Ndërkohë, je angazhuar politikisht në diaspor, apo? Je angazhu me diasporën dhe ke kontribuar për luftën më pastaj. Cilat ishin aktivitetet kryesore tuat? Vetë dolja ime ishte arsyeja që mua nuk me lindë të qetë. Kështu që ne përveç punëve të përditshme që i bënëm, mendja dhe shpyrti jonë çdo herë ishte në Kosovë, sepse unë kisha familjet, i kisha farefisin, vendin tim. Me ka jetoje në Gjermani ti? Unë kam jetu në ku vetë. Disa vite, mandej u martova, kryo në familje. U martova atje apo këtu? Jo, u martova në Gjermani. Në Gjermani? Po. Okej. Ishte, ka qenë një periudhe vështirë. Edhe nuk me ndryshimin e rrethonave, ne dashëm apo s'dashëm duhe angazhimi i joni mërgatës. Ka u angazhove ti? Po, pasi që shokët na besun gjatë para luftës, une pa të marrë një vendim që në diaspor nuk ja vlen më u marrë me politikë. Edhe kështë që vendosat të presja në momentin se kur do vjen një moment që do shtatet të vim. Mirë po, në momentin e parë që të krisi pushka e parë në Kosovë dhe masakra e Qerezit, më zgabovësha, unë isha atëherë me një vend aty në München, që është një vend Ingolstadt, pa një pa dy me një grupë shokës, dhe më pa u konsultu me asken tjetër, ne u vendosëm që ta bëjmë një protest, kujtohet shumë mirë, thërëm një protest për kraje të ushtrisë, të atyre vashave e djemve që kapën pushkën dhe ja këthyen të pushtetit, dhe të ka qenë hapi parë. Mandej u radhitëm në krahun e luftës, mu besu të udhëheqja fondin Velindja Thret, fond që kishte
për detyrë dhe në këshilla politike, mobilizim dhe në financa. Aty ke qenë i angazhuar gjatë periudhës luftës. Dërkohë kemi një fotografi që lidhet me atë periudhë. Po kjo lidhet të drejtën në atë kohë veç na ishëm në rrjedha. Këta dy personalitete për mu janë dy gjigant të luftës që kanë operu në zonën e Neredimës. Është Zëvendës, komandant i zonës operative Imrej Lazi, komandant Feri, ndërsa ai tjetëri ka qenë komandant brigade, Elmira Mësholli. Gjatë kohës luftës, para luftës, po edhe gjatë luftës, unë kom qenë vazhdimisht në lidhje me këta dy personalitete, vele me zotin Elmi, me komandant Granitin, pa të marrë instruksionet e para gjatë themelimit zonës operative në Neredimës. Janë dy personalitete që vërtet kanë bërë një punë jashtëzakonisht madhe gjatë luftës, por që kanë vënë mu shumë krenar është që edhe mbas luftës këta ditën dhe arritën të ruajnë me shumë fanatizëm vlerat e luftës dhe kjo më banë mu shumë krenar. Faleminderit shumë, sigurisht na bën gjithve. Kemi një video surprizë për ty, nga një mik i Joni dhe mik i juaj, të cilën do ta ndjekim tani. Mirëmbrëma për të gjithë. Ju përgëzoj për emisionin Libero, emision që vlerësohet çmohet nga teleshikuesit jashtëzakonisht shumë. Dhe njëkohësisht ju falenderoj që ma keni dhënë mundësinë ta befasoj një mik shumë të veçantë timin, Fatmira Mësholli. Fatmiri është nga fshati prej nga Jana dhe Dajetemi. Dajetemi janë Belisholli. Dhe njëkohësisht ne sipas traditës të gjithë ata që janë nga i fshat, i çmojmë i vlerësojmë sikurse ti kemi tamam ndaj. Fatmiri është një aktivist, një veprimtar i hershëm, i cili ka qenë aktiv në Kosovë, sa ka qëndruar këtu, po veçanërisht ka qenë aktiv me dalin ti në Mërgjem. Gjatë qëndrimit në Mërgjem, ai ka ndihmuar në aspektin social dhe humanitar, ka qenë një nga organizatorët e mbështetjes së luftrave tona shqiptare. Pas luftës, është kyçur aktivisht në Partinë Demokratike të Kosovës dhe është një nga drejtuesit e saj për Gjermani. Fatmiri dhe familja e tij është një shembull i integrimit në vendin mikpritës, por njëkohësisht si integruar ka ruajtur identitetin e tij dhe të familjes, gjuhën, kulturën, traditat, dhe gjithashtu Fatmiri është nga ata mërgjimtar që jeton aktualisht mes Kosovës dhe Gjermanisë, sepse Fatmiri e çmon, e vlerëson vendin ku ka lindë, është rritur dhe dëshiron ta mbështesë të ndihmojë Kosovën tonë. Kam dy pyetje për Fatmirin. Së pari, i kujtohet se si e kemi rigjet një videokaset shumë të dashur për te. Ajo videokaset e dëshmon që Fatmiri është edhe artist. Dhe së dyti, a është ende duke menduar dhe aktiv për të organizuar një tryezë të rrumbullakët ku do të debatohej, diskutohej dhe të gjenden rrugët më të mira për mërgjimtarët tanë dhe mërgatën. Të përgjigjëm. E falenderojmë shumë Elmire Qicën për këtë video mesazh. Është ende live? Jo, nuk është live, ishte xhirim. Okej, xhirim. Para se ti përgjigjem, vërtet është një befasi shumë e madhe. Unë që moj personalitetin e zotit Elmire Qica
një personalitet, një burgosur politik, një luftëtar i lirisë, një deputet shumë i suksesshëm që unë e tham me fanatizëm falë, zotit Elmiri Qica Ferizaj është aty ku është, që edhe nuk e më shefi, që edhe në punën e tij si deputet të ka qenë një nga deputetët pothuajse shumë i zëshëm në Kuvendin e Republikës Kosovës, kontribues për shumë ligje, që vërtet e përshëndes nga zemra dhe vërtet ka qenë befasi e këndshme. Apo më përgjigjesh të pyetjet? Pyetjen e parë ta bëri për një videokaset, si është puna? Po, une në edhe në kohë se ta shoboj të bërë isha, po vërtet isha. Në atë kohë si student, po të fatin të jem antari Këshillit të Pajtimit Gjaqep për regionin e Ferizajit. Edhe gjitha ato ngjarje, gjitha ato ndodhin, gjitha ato që unë i pa Shqipëri ka i përjetuva, disi kur fleja nuk më lenin qitë. Edhe në shpyrtin tem ashtë kështu më flinte mu regjia, edhe thash një ditë, gjitha këtu që vërtit i kam pa, i kam dëgju, i kam prek, duhet t'i vendosin letër, edhe duhet t'i jetësoj. Edhe kështu që si një iri, me një qimenduri, mëra guximin e shkrutja skenarin, e pregaditja dhe regjin, bilem kujtojt shumë mirë, kër e mora dhe guximin ta bëja dhe regjin, por para se të filloja në punë, doja ta bëja një konsult me të ndjerin Fari Hysaj, do të thotë, unë vin nga Ferizaj, Fari Hysaj regjisorit ka qenë nga Shtimaj, unë e mura një dy shokë edhe shkonëm ashtu si ja gjetëm shpijen, ja gjetëm të rekita, këta, kështu dyqysh, jam konë si i qmendu, nuk kom pa shumë marrë, vetëm tak, dul, të përfat të kishen, zoti regjisor, thash e kam një pyetje, thash... Shkove në shpim, ja bo një pyetje. Por besa, jo, ideja ishe që kisha dëshirë me u konsultu, se vërtit, a jam një hapë mirë, apo kam nevojë, sepse unë isha amator, nuk isha naj profesionist në këtë sferë, po thjesht, po bëja një punë amatore, po ta kem një këshill profesionale. Dhe çfarë tha profesori Hysaj? Ja dhash letrat, ja dhash skenarin, ja dhash regjin, mos asaj që unë mendoja se si do zhvillohet ngjarja, regjia, gjitha ato, e mur shumë interesant edhe pse isha një djalë i ri, e mur lexoj, i kushtoj një gjysore, edhe kështu sikur po i qiti kështu gishtin në dorën, edhe njëherë e këqyre dhe më qyrin që tha, ti djallë, tha ti, ose jeti për e menqëm, ose jeti për e qmendur, por besë kështë më tha. Edhe unë me të drejtën kje e dyta, nuk më birqaj, po tani ma vane kuptova që e ka pas mirë, tha, shiqa. Unë me knasi do ndimoja, po nuk po shoh që kam nevoj më ndimu. Thash, zoti Fari, vërtit, po ma ban qifin, apo si? Tha, të lutem vazhdo, sukur ki me ndu ti, do esh në rregull. Okej. Mandej, ku ta gjirajsh, do flasëm apet. Edhe unë, sukur e mëra një guzim, të drejtën, ashtu kështu e kisha, po edhe mëra një guzim. U konfirmu? Po, u konfirmu, i thira këta antarët e dramës, aty në fshat ishin, e pse kishim punu pak, po nuk ishin thjesht njerës që kishin dalë para kamerës në njëherë. Ku i sigurut kamerat? Ku i gjendet kamerat në atë kohë? Kamerat i sigurun në falë në Zmiha Rollavët, që në atë kohë ka punu në radio televizioni Prishtinës, atë rëqujnë, më zga bëvëshë. Po, me... Së për dinë cilën periud, po para luftës radio televizioni Prishtinës ka qenë, po. 90-91. Edhe një kamerë kishe një antar i Këshillit për mbrojtjen e drejtave vlirive Skënder Ferizi. Ato veç ma konfirmun edhe startum. Të kuptohet unështrimet i pata fillu që është një kohë pak ma herët edhe fillu.
gjërimet, na morën një kohë gjërimet, më kujtohet, mu më doshke ato ngjarjet me përshkru, se vetë s'kena titulli Drita e Kumbit, që përshkruajta ngjarjet e pajtimit gjaçeve. Do më thonë, përmes një familje, personazhin... Kjo ishte tema, pajtimi gjaçev. Pajtimi gjaçev, një personazhi, do më thonë, një familjes, dhe vetëm një djalë që i kishin, do të dore si i avrajti, edhe ashtu që shë pata përjetu, kështu që e realizum, ashtu si që e realizum. Pyetja ishte, si e gjetët kasetën, kjo është historia. Po, kasetën, më të drejtin, kasetën, unë korika, jalas që pëtala nanës, sepse... Ja kelon amanet nanës, me amanet tarut. Nanës me miru dokumentacionin, sene kanë qenë 2 kopje, njënën kopje nana mi kishë vendos me ato gjitha dokumentacionit që kisha dikun dhe i ka shti, mande i ka nxerë, pak mu ka dëmtu, mi po një pjesë nuk di, i ka ra ndorë edhe zotit Ilmi Reqica. Ky i ka pas një pjesë. Po, e ka pa, edhe... Ti dhuroj? E ka ende, edhe po tani ne ka dhuru, edhe atë ka kuptu që ne përveç aktiviteteve tjera mirëm edhe me Faleminderit shumë. Dhe pyetja e dytë, kur do ta bësh një tryezë të rumbullakët, ku do të debatoj, diskutoj, edhe të gjendeshin rrugët më të mira për mërgjimtarët edhe për mërgatën. E keni ide? Thëmë drejten, këtë tryezën e rumbullak ne e kemë si ide që mati, mirë po pasi që rëthonat politike në Kosovë ndryshanin vishin zgjedhjet. Veç 2 herë vjetë kemi bo zgjedhje. Po, gjatë vitit që ka erdhë, unë e pa të adhonë si ide, edhe pa të punu në atë aspekt, mirë po rëthonat politike... A do t'a bësh? Po, do t'a bëjmë. Kur do t'a bëjmë? Gjithsesi, besoj që viti 2000, këtë vit do e bëjmë gjithsesi. Kush do të marrin pjesa, çfarë do të... Po, tematika ka qenë tryeza, mendonim të thinëm me ide, nuk dhja e vlen ta thojmë në opinion, idejnë, ka qenë... Ti do t'a bësh tryezë, pse se thu idenë? Ose... A mendon se tash diaspora nuk është e organizuar mirë dhe ka nevojë për një tryezë? është organizuar, mirë po në atë kohë që ideja të ka qenë edhe që ka mund pa të shty që ta bëja këtë tryezë, të ka qenë tema vedesimi i shoqërisë kosovare mbi votën. Sepse unë ende mendoj që vërtet shoqëria kosovare ka nevojë të vedesohet. Sepse unë e tham, edhe mbroj këta që e tham, vota është e shejt dhe vota duhet tipët njërë... Ashtë e vështirë bëhet politik largat bëjot në Gjermani? Ashtë e vështirë, thëmë drejtën po. Sepse vetë shtrirja, regioni është i largët, kërkan sakrificë, të kërkan angazhim, të kërkan edhe anë materiale besa. Njështu edhe në diasporë ka mentaliteti është i përzim, edhe është pak ma vështirë. Unë e kuptoj që është pak ma vështirë sepse në Kosovë. Si pjesëtarit diasporës, a mendon se diaspora është mjaftueshme me përfaqësuar në Kosovë? Jo, nuk është mjaftueshëm fare edhe ndoshta të politikanë do më marrin sonde i nati, po duhet të them, duhet bëhem i sinqert. Diaspora nuk duhet me ushiqu vetëm si mars ose si dhans, po vërtet diasporës duhet i jepet mundësia tashmë gjenerata e tretë, e dytë, ka djeme vajza që janë shkollum, janë kadra, që gjithsesi Kosovës që duhen këto kadra, diaspora duhet me u përfshin
ka kapacitet, është vërtet në gjitha sferat mundet me kontribu. Që diaspora nuk duhet me u shqyqu vetëm ta jap një vot, mi po duhet shqyqu vërtet ta ketë vendin përveç se ndihmës anës materiale, diaspora duhet me u shfrytzu edhe si një botë akademike. Cili është ai potencial që nuk i është shfrytzu diasporës? Çfarë potenciali ka diaspora që nuk po shfrytëzohet nga Kosova? Diasporës nuk është shfrytzuar në most madhe, tham, ana materiale, një ashtu edhe inteligenca. Sepse sot kemi djem, vajza, shkollume, me një edukat, me një kulturë, që vërtet do bënim gjanat mirë dhe punë të mirë, gjithashtu edhe në sferën e ekonomisë, diaspora ka mundësi me kontribu. Na jemi vetë atje të organizum në Unionin e Biznesit për Gjermani, shumë firma. Qka me urgjencë, si pas te duhet të ishin 2-3 veprimet që duhet i bëj qeveria në mënyrë që ta tërheqë diasporën dhe këtë potencialit të pashfrytzuar? A keni ide konkrete qka? Ideja konkrete është që qeveria s'pari ta ba një organ ose një ministri për diasporën që do mirëte veçanërisht me problematikat dhe sferat që e preokupojnë diasporën. Ta tham me një fjallë, ne ende nuk dim statistikat... Në çfarë kuptimi? Po, ende na nuk dim statistikat të detajume ose të sakta se sa bashkëdhetar jetojnë në Gjermani. Cili është niveli, cili është arsimimi, veprimtaria, kodrat, gjitha këto. Një ministri e jona me umarë me statistika. Po, të bëjnë një sektor, apo qka do si do që ta emërojmë, nuk ka rëndësi, me rëndësi tjetë një organ që do mire, do më të në thjesht me problematikat e diasporës. Jo vetëm të mire me politikë, po me problematikat e diasporës. Qiko, pyetja, ideja është që është marrë diaspora këtu me kontribu, jo që është ministria me shku mu marrë me problematikat e diasporës. Jo. Ne me ardha tja, po ju më ardhë këtu me kontribut. Cila është ideja? Të bëhet një bashkëveprim. Një bashkëveprim i institucioneve me diasporë. Një koordinim i punëve, aty ku është e nevojshme ana ekonomike, dhe aty ku është e nevojshme dhe më thonë inteligenca e diasporës. Në momentin që bëhet një koordinim i sakt, edhe i mirë, edhe i dy anshëm, rezultatet besoj që nuk kanë me mungu. Faleminderit shumë, e kemi një... Sepse deri me tash, them drejtin, diaspora është organizu ma shumë në via politike, kështë që kam bindje që... Dy fotografi të bukura, këto janë familja? Po, këto janë dy fotografi, këto në fotografin e parë ka qenë një surprizë para 2 vite. Fëmijët më patën ba surprizë për ditëlindje. Më njofto tani kush janë këta? Kush janë fëmijët tu, kush është Nipa, Mesa, apo çfarë ki? Se ne s'po e njohim. Vajza, une, djali madh, pa fluk. Po? Kjo Mesa vogël, Dana qut, nusja djallit edhe djallit dytë. Do më thonë 2 djemë dhe një vajzë. Një vajzë, po. Këtë fotografi, këtu jemi në Holland, është një vend i lulev, është një vend shumë i bukur, se në prill aty qeli lulet, edhe është një vend me një hapësi shumë të madhe të lloj luleve, edhe më patëm ba si surprizë për ditëlindje. Aty patëm qëndru 2 ditë, edhe të ka qenë një gjaj bukur, e patëm ba një fotografi edhe kam si kujtim. Dërsa aty, kjo është nipi, unë e them trimi gjyshit, fotografi që e banëm për 12 janar, ishëm ka ditëlindjen në Ferizaj, edhe u veshëm dhët me vesh komtare, edhe që ja bëna një fotografi
që bas një kohë ta ketë një kujtim që në rëndësinë e veshjes kombëtare, rëndësinë e plisit, dhe të drejtën nëna ime sa ishte gjallë, thoshte se fëmijët duhet ma shumë se yti, mu do keni një gjë shumë absurde, thësha, nuk është e mëshme, po ja që vërtet ashtu ish, edhe jam shumë i lidhur edhe shumë i du. Ariani. Ndërmjet Gjermanisë dhe Kosovës, ku? Ndërmjet Gjermanisë dhe Kosovës, ku do t'jesh? Po, të drejtën unë tash do jem mes Gjermanisë dhe Kosovës. Pra vazhdon? Këthim vetëm Kosovës vërtet, me qeni sinqert, është pak vështirë, sepse po ne kemi ndërtu atje një jetë, kemi shtëpiat, kemi jetën, fëmija janë integru, punojnë, kryjnë aktivitet, kështë që... Nuk e imaginon një këthim? Jo, një këthim për herë që është vështirë, sepse s'ka do bëj vetëm. Unë e prapë vi në Kosovë, po kur e di që pjesa fëmijët janë adje, është pak, ta që në bëhë dhe nipat, mesat, vërtet është pak, me qeni sinqert. Po, si do qoftë, unë jem... Po fëmijët do të donin, e kanë pas do njëherë dëshirë fëmijët që të vinë të jetojnë në Kosovë? Po fëmija vinë me knatësi në Kosovë. Për pushime? Për pushime. Kështu? A ju shkon mendja, apo nuk mund të mendojmë? Në momentin që vërtet kryon para kushtet, tashmë ata janë shkollu në Gjermani, janë profesionet veta, djole ka firmën, janë vajza gjithashtu të punojnë ministrinë, adje në Gjermani, që pak e vështirë. Po besoj që, pse jo, nëse mas nësër kër kryon para kushtet, Cilat para kushtet? Kretë para kushtet i kemi këtu. Po, që qa? Gjermanin nuk mund e bëjmë, ama Kosovën e kemi të mrekullueshme. Por, është e dhimshme, po duhet vinë edhe disa gjara në vend. Sepse vetë fakti që vitin e kalume, po u dasht një vit, tjetë vit i humbër për krijimin e institucioneve, edhe nuk u bash gjithë. Pavarësisht asaj, ne ja ku jemi këtu. Unë e thamë që politika duhet bëj më shumë që njerëzit që janë në diaspor ta gjejnë vetin në Kosovë. Oke, faleminderit shumë. Kënaqësi që biseduam dhe kujtuam disa prej aktiviteteve tua. Faleminderit që ishe sot në Libero. Faleminderit edhe. Faleminderit shumë. Shikun nderuar, ne këtu e mbyllim për sonte, jemi bashkë të premten. Deri të premten.